Përshëndetje të gjithëve, shumë kënaqësi të jemi edhe sot në një bisedë live me një nga partnerët e konferencës Berlinit, e cila është një kompani shumë interesante që do të jetë me ne në Berlin në disa segmente shumë kryesore, pra industritë ku ajo operon janë besoj industritë që shumë pak shqiptarë kanë depërtuar. Unë tani do t'i bëj invite. Okej, nuk po mundem dot, kështu që Enisa, nëse mundesh më dërgosh invite. Është Enisa Kadri, e cila është një shqiptare nga Maqedonia e Veriut dhe është duke bërë një biznes për mendimin tim të jashtëzakonshëm në një industri shumë konkurruese dhe ne do të kemi, po themi, kënaqësinë dhe privilegjin që ta kemi pjesëmarrëse në konferencën e Berlinit, jo vetëm si pjesëmarrëse, por për Enisën për të biseduar në lidhje me biznesin e saj, edhe normalisht për të dhënë një, po themi, një përmbledhje se si do të zhvillohet konferenca. Enisa, përshëndetje. Përshëndetje Hudi, si je? Si kalon? Mirë, faleminderit. Punë, dje sapo u ktheva nga Berlini në Shkup dhe tani po ndjekim se si kanë rrjedhur gjërat. Shumë kënaqësi që të kemi këtu në bisedën sot. E di që je shumë e angazhuar, edhe vlerësoj kohën, edhe unë në fakt po bëj një prezantim të shkurtër, aq sa munda, në lidhje me atë çfarë ti po bën, edhe dua shumë që të bëj një prezantim shumë të shkurtër, sepse ajo çfarë ti po organizon me bizneset e tua është jashtëzakonshme, sepse është një industri e paprekur më përpara nga shqiptarë të tjerë. Sakt, ashtu është. Atëherë, të falenderoj së pari për iniciativën dhe ftesën tënde që të jemi pjesë e partneritetit dhe konferencës që po realizoni në Berlin. Thjesht Tudi duhet të komplementoj këtë iniciativën tuaj për të realizuar konferenca të tilla që njerëzit të bëhen bashkë. Dhe unë besoj se networku ka një rol shumë të rëndësishëm në ndërtimin e çdo biznesi. Me atë se kush jam unë dhe prezentimin do mundohem në pikat e shkurtëra që njerëzit të dinë se çfarë bëjmë ne dhe çfarë bëjmë ne në Enisa Kadri Brand. Atëherë unë jam një sipërmarrëse nga Maqedonia e Veriut. Jam themeluese e markës dhe brandit Enisa Kadri, po ashtu me emrin tim. Pse kemi bërë këtë, po në fakt çka ka Coco Chanel më shumë se Enisa? Në fakt do ta bëja si pyetje këtë, po e hoqëm pra. Atëherë udhëtimi im ka filluar vetëm me një bindje thjeshtë, është cilësia dhe integriteti, konsistenca e kualitetit gjithmonë në afatgjate. Ne sot operojmë në sferën e biznesit, në sferën e kozmetikës konkretisht. Do me thënë, pastaj kemi komercializuar edhe biznesin e jewelry dhe diamonds. Do me thënë, jam një grua që për mua është shumë e rëndësishme, do me thënë, vlera morale dhe suksesi nuk matet vetëm me fitime, po thjesht me vlerën që le pasaj. Tani, Enisa, ti duke folur në lidhje me bizneset që po zhvillon, në fakt mendjen time kalojnë shumë pyetje ndryshme, se janë kryesisht industri, ne jemi mësuar në këtë botën tonë që janë industri të cilat nuk drejtojnë 100% nga femrat, edhe është një industri relativisht me një konkurrencë të madhe. Dhe duke qenë në aspektin e kozmetikës, padyshim që femrat e zotrojnë, por në aspektin tjetër pastaj të jewelries, diamante, ato, domethënë pjesa e komercializimit në këtë sektor. Unë në fakt dua të pyes, cila ka qenë sfida jote më e madhe në gjithë këtë rrugtim, se ne bashkë jemi prej disa vitesh, po ti ke akoma më shumë vite se sa ne të dy njihemi që po zhvillon këto biznese. Pra kush është sfida, po themi, kryesore? Sfida kryesore është fakti që kur nuk je një brand ekzistues, duhet të kesh shumë kualitet dhe të ndërtosh atë me shumë vëmendje, që të rritesh dhe të japësh besim, të fitosh besimin te klientët e tu.
Okay. Kjo ka qenë ajo më e rëndësishmja që e kemi pas si çelës në krijimin e gjithë kësaj pune. Po, kryesisht, domethënë, si ka lindur biznesi? Pra ti ke nisur fillimisht me Maqedoni, pastaj je shtrirë ndërkombëtarisht apo gjithmonë fokusi ka qenë te tregu ndërkombëtar? Atëherë, fokusi im ka qenë të ndërtoj diçka që do të jetoj më gjatë se unë. Okay. A normalisht e kam nisur që nga vendi se ku operoj, ndërkohë bazën e kam në Maqedoni, po gjithsesi ne jemi një kompani që kemi operuar në disa shtete, për shkakun se vetë kam jetuar në disa shtete të ndryshme dhe aty, do të thënë, kudo që kam qenë kam operuar me bizneset. Do të thënë, në Turqi, në Maqedoni, tash po rritemi edhe ndërkombëtarisht në shtetet e tjera. Gëzohem shumë. Tani, duke, do të thënë koha jote, përveç shumë udhëtimeve që ke për biznes, eventeve, gjithë ngjarjeve që ti je angazhuar, për më tepër duhet të theksojmë edhe sa kohë duhet për drejtuar një biznes. Në të gjitha këto sfera ku ti po operon, cilat të merr më tepër kohë? Ose më saktë, që ta shtroj pyetjen, në të cilën ti jep më shumë kohë me dëshirë më të madhe. Pra jep te kozmetika, jep te jewelries, kush ajo që të po themi rezonon më shumë? Të gjitha që i bëj më rezonojnë, sepse e bëj me dashuri, e bëj me diçka që thash, siç e thash më herët, duhet të mbetet edhe pas meje, të mbetet një trashëgimi që do të jetoj shumë më gjatë se unë. Përqendrohem tek reputacioni, përqendrohem tek kualiteti dhe tek ajo që unë jap klientit, sepse nuk përqendrohem vetëm tek parat, sepse parat vinë dhe ikin, por emri, integriteti është ai që mbetet, prandaj më shumë fokusohemi tek krijimi i një brendi dinjitos sesa tek llogaria bankare, sepse kur ne bëjmë punën tonë me shumë dinjitet, atëherë ajo tjetra të ndjek pas pa asnjë dyshim. Tani, duke ditur se sa, për shembull, unë në fakt do ndroja të kisha një biznes me emrin tim, është fantastike, se rezonon shumë me vlerat e tua, po në ditën kohë është dhe shumë e vështirë, sepse është shumë e vështirë, jo e vështirë sepse në fund ditës je ti, por duhet të jesh shumë i kujdesshëm për gjithë, po themi, rrugtimin tënd. Dhe në fakt do të pyes se si ka ndikuar kjo te ty, si e nisa tani, si sipërmarrëse, jo te biznesi. Atëherë, dëgjoj. Kur kemi themeluar brandin ka pasur shumë pikpyetje tek edhe me konsulentët që kishim për çështjen e emrit. Emri im është unë jam shqiptare dhe me shumë dinjitet prezantohem në çdo derë që futem, prezantohem si një shqiptare. Por emri im Enisa Kadri në fillim fare kur bënim analizat dilte sikur pak si emër turk, pak si emër arab, pak si emër nuk e di. Kishte shumë dyshime nëse duhej të vazhdoni me emrin tim. Është të gjithë konsulentët më thonin që është shumë rrezik i madh sepse në qoftë se nuk del ashtu siç duhet, atëherë mund të rrezikohet edhe identiteti e ku di un, por nuk ka fare kur e bën një punë ashtu siç duhet, kur e bën një punë me shumë vëmendje, atëherë Po mendoj që është edhe shumë e thjeshtë sepse në brandin tënd ti reprezenton veten tënde, edhe vlerat që ti si Enisa ke. Pikërisht, unë jam brendi. Këtë gjithmonë e them dhe nuk jam modeste fare për këtë drejtim. Unë jam brendi, domethënë dhe në brendin që kemi krijuar gjithmonë vjen shija jon. Dhe klientët që i përshtaten kësaj lloj cilësie, këtij stili, janë të gjithë të mirë se ardhur. Atëre, ti përmende diçka që është shumë e rëndësishme në fakt kur the që unë prezantohem si shqiptare sepse ti je shqiptare. Tani, në një mjedis ku duhet të jesh pjesë e shumë konferencave globale, duhet të jesh pjesë e shumë, po themi, bizneseve, të cilat janë kryesisht që drejtohen nga tuaj. Si ka ndikuar për ty fakti
i të thënit me zë të lartë që unë jam shqiptar? Pra ka qenë pozitive, ka qenë diçka që e parë me skepticizëm? Dëgjoj. Pavarësisht se si pranohemi nga të tjerët, nuk do ndryshonte fakti se unë jam një shqiptare. Kështu që në qoftë se ndonjëherë kemi pasur skepticizëm, ajo është vetëm një motiv që për të na motivuar për të ngritur edhe akoma më lart atë që po bëjmë dhe identitetin tonë shqiptar. Ne shqiptarët kemi një forcë të jashtëzakonshme për të përshtatur dhe për të ecur përpara, edhe kur kushtet nuk janë perfekte dhe nuk kemi shumë mirë pritur ose kush e di unë. Ne dim të punojmë fort, kemi përgjegjësi, dim të krijojmë mundësi aty ku shohim pengesa. Do me thënë, kur prandej me faktin që bëjmë pjesë nëpër konferenca të ndryshme dhe kjo që ju keni krijuar Hudi është një mundësi shumë e madhe për gjithë shqiptarët të bashkangjiten, sepse kur ne shqiptarët bashkohemi, mbështesim njëri tjetrin, potenciali jon bëhet i pakufizuar dhe aty mund të rritemi, sepse asgjë nuk bëhet vetëm dhe çdo gjë, çdo biznes dhe çdo punë e mirë do bashkim. Do njerëz, një njeri nuk mund të ketë të gjitha kualitetet e mundshme, dhe kur bashkohen njerëzit e duhur, atëherë realisht çdo punë, çdo iniciativë ekspandon dhe rritet. Shumë faleminderit, e vlerësoj, thënë nga ti, ashtu siç unë e përmenda, unë jam shumë i privilegjuar që ti e bërë pjesë e këtij momenti si partner. Jo vetëm për faktin që e di shumë mirë atë çfarë ti prezanton edhe se kush je, edhe vlerat që ka gjithë biznesi jot edhe ti si person, edhe në fakt këtë do të pyesja se normalisht ftesa ime kur të ka ardhur, cili ka qenë, po themi, impresioni i parë ndaj Business Network Albania, pra cili ka qenë mendimi i parë që të ka ardhur, edhe çfarë, domethënë si e ke parë ti veten në këtë organizatë? Do me thënë, e para unë jam shumë e lumtur që gjithë shqiptarët në këto kohë kanë mundësinë, jo vetëm shqiptarët, po pavarësisht, kanë mundësinë të bëhen pjesë e konferencave të tilla, me ekzistimin e rrjeteve sociale, jetës kaq dinamike, është hapur ekspandimi i mundësive dhe të jem pjesë e një konference të këtill është, ti e di se un marr pjesë në për shumë konferenca botërore dhe është privilegj me patjetër që të jem pjesë edhe tek konferenca juaj, sepse networku e bën diferencën kryesore për çdo arritje, për çdo gjë. Domethënë, për gjithë këta persona që do ndjekin këtë video dhe më pas, mesazhi i Enisës është shumë i qartë. Vetëm rrjetëzim. Paraja nuk ka shumë rëndësi nëse nuk e njerëzit e duhur, dhe nëse nuk krijon rrjetin e duhur, besoj që është shumë e vështirë pastaj të zgjerohesh dhe të shtrihesh në vende të tjera. Se besoj dhe ti Enisa ke pas, një nga fokuset tuaja kryesore është gjetja e bashkëpunëtorëve lokal, po themi me patjetër. Dëgjoj, krijimi i rrjetit të duhur është ajo që se sa shumë të mbështesin, se sa shumë they cherish you, se sa shumë je i suportuar nga rrjeti i duhur. Tash ti nuk besoj se suksesi është se sa lart arrin. Besoj se është të arrish lart pa humbur vlerat, pa humbur karakterin, pa humbur vullnetin tënd për sfidat që të dalin gjatë rrugës, dhe ti kur ke rrjetin e duhur, ke suportin e duhur nga njerëzit e duhur, të gjitha këto gjëra bëhen më të lehta për ty dhe kjo është privilegji të qenë në rrit pjesë e një. Amazing. Më pëlqen shumë gjithë mindseti jot. Në fakt unë dua që edhe dikush nga audienca, nëse ka pyetje apo diçka, mund ta bëjmë me shumë kënaqësi. Nëse ti më lejon, unë do bëj një përmbledhje shumë shkurtër të konferencës, pak a shumë se çfarë do ndodhi, edhe se çfarë presim, e do doja pastaj në fund të bëja edhe ty një pyetje se çfarë pret ti nga kjo konferencë. Konferenca e Berlinit vjen pas 2 edicioneve shumë suksesshme që ne kemi bërë në Tiranë dhe në Londër, ku ka më tepër se 20 kontrata të firmosura mes bizneseve që kanë qenë pjesë e këtyre 2 momenteve, që për ne është një numër relativisht i konsiderueshëm.
dhe pritet të ketë më shumë se 250 pjesëmarrës në Berlin, në Hotel Bristol, ku do të kemi një sallë kryesore që do të jenë 2 panele të përgjithshme, ku do të flitet për rolin e diasporës në Europë dhe për investimet në trojat shitfolse. Dhe e dyta, që është salla apo themi tjetër, janë pikërisht breakout sessions, ku aty do të kemi tematika të veçanta, të dedikuar 4 industrive që ne mendojmë që Berlini dhe gjithë Gjermania është duke u zhvilluar me ritme shumë shpejta. Teknologjia dhe inovacioni, real estate, construction and hospitality, profesionistët shqiptarë në mbar botën dhe katërta është marketingu, se si markat shqiptare mund të zhvillohen në tregjen ndërkombëtare. Përtek kësaj do të kemi më shumë se 14 partnerë që na kanë besuar dhe ne e kemi nisur sot me të parën, me Enisën, sepse mendojmë që të gjithë partnerët kanë një rol të veçantë në këtë drejtim. Por Enisa ka qenë një suportuese besoj që nga fillimi i kësaj nisme dhe brendi i saj është duke bërë një përfaqësi shumë të denjë se çfarë do të thonë të jesh shqiptar dhe të lulëzosh edhe në tregje të reja me 2 produkte të cilat nuk janë fort të thjeshta për të zhvilluar. Edhe padyshim Enisa në këtë bisedë mund të ketë thënë vetëm 5% biznesit të saj, sepse nuk ka treguar për sfidat e krijimit të produktit, që nga po themi ai materiali, se si fillon, pastaj në brendim, në paketim edhe deri te shitja. Por besoj se ka dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm dhe në fakt unë do doja që ju të vini të takoni Enisën personalisht. Është një vajzë jashtëzakonshme me një energji super të mirë dhe shumë vizionare. Unë do doja pak të ndërhyj këtu. Unë jam e gatshme të ndihmoj çdo shqiptar dhe shqiptare të ri dhe të re që janë në fillimet e tyre. T'i ndihmoj dhe t'i këshilloj për çdo gjë që kanë nevojë gjatë rrugës së tyre, gjatë krijimit të biznesit dhe gjithë procesit që kanë nevojë. Sepse në fillimet e mia unë kam filluar learning by doing edhe çdo gabim më ka kushtuar shumë. Sepse nuk është që kisha nisur me eksperiencë ose kisha punuar diku tjetër por ka qenë një vetë investim, vetë iniciativë dhe ka qenë sfidë e madhe, por nuk do të thotë që dështimet edhe sfidat duhet t'i shohim si fund, duhet t'i shohim si një lloj edukimi, domethënë. Mësimet janë shumë të vlefshme në jetën tonë që na krijojnë situata që momente të ndryshme duken edhe si humbje, po thjesht ato janë ku ne fuqizohemi dhe ku ne e ndërtojmë edhe karakterin ton, jo vetëm personal, por edhe karakterin ton profesional dhe bëhemi të pamposhtur. Kështu që çdo shqiptar dhe shqiptare e re, young entrepreneur, janë të mirë se ardhur për t'i këshilluar, normalisht do ta them këtë për t'i dhënë konsulencë dhe këtë do ta bëj falas, për t'i dhënë diçka komunitetit, sepse është ajo ndjesia kur ti ndihmon, është ajo ndjesia e high doers, do me thënë që ndjesh mirë me atë faktin që ke mundur të bësh diçka për dikë, edhe sepse jam një muslimane dhe di që në qoftë se nuk e thot çfarë të japësh, jep një buzëqeshje. Kështu që ne kemi krijuar eksperiencën dhe duam të japim diçka komunitetit. Shumë faleminderit. Unë e vlerësoj shumë dhe është jashtëzakonshme, madje unë këtë do ta citoj nëse ti më lejon edhe në skenën e konferencës Berlinit. Patjetër. Padyshim besoj, duke njohur gjithë njerëzit që janë në Business Network Albania, kanë një mësime shumë të vlefshme nga ti dhe padyshim do të mund të pse jo edhe të bashkëpunoni në një të ardhme, sepse ka besoj forca e vetme është pikërisht bashkëpunimi. Tani këtu kemi një pyetje në lidhje me çfarë brendi bëhet fjalë. Atëherë, a mund të dim për çfarë brendi bëhet fjalë? Atëherë po, është brendi jonë është një brend shqiptar, do me thënë është një brand që kemi filluar me kozmetikën, kemi produkte të ndryshme për kujdes të lëkurës, ndërkohë jemi të specializuar në produkte kundra diell apo SPF.
Ndërkohë pastaj kemi komercializuar dhe biznesin ton me gur të çmueshëm Diamonds dhe kemi dizajnojmë, do me thënë, dizajnet të ndryshme të jewelry dhe kemi krijuar dhe komercializuar edhe atë. Mund të futeni në www.enisakadri.com, aty keni të dy online shops dhe ndërkohë mund t'i gjeni të gjitha produktet tona në për farmacitë dhe në për dyqanet dyqanet e produkteve të kozmetikës në për tregjet tona ballkanike. Tani jemi futur edhe në për tregje ndërkombëtare si Turqia, Amazon, Angli, edhe vende të ndryshme si Gjermania dhe mundohemi që të rritemi në tregjen ndërkombëtare çdo ditë më shumë. Nuk është shumë e lehtë për të çarë në tregjet e huaja, por me vullnet, me punë, çdo gjë bëhet. Enis, shumë faleminderit. Në fakt doja të bëja një pyetje e cila mund të përmbledhte, po themi atë çfarë përse ju jeni pjesë e kësaj konference si partner. Cili është objektivi ose më saktë çfarë pret ti nga kjo konferencë? Atëherë, për para një jave ne kishim edhe festën e 3 vjetorit të themelimit të brandit, të ekzistimit që ekziston brendi jon. Me pjesëmarrjen në këto konferenca ne krijojmë brand awareness të brandit dhe normalisht ashtu siç e theksova edhe më parë, leadershipi nuk është thjesht pushtet, është përgjegjësi. Dhe përgjegjësia nuk është, do të thënë, një lider i vërtet merr pjesë në për çdo mundësi ku mund të ndihmoj të tjerët dhe të ndihmoj vetveten. Me këtë konferencë unë ndihmoj vetveten së pari, ndihmoj biznesin tim. Shumë fantastike dhe realisht përgëzoj për gjithë konceptin që ke në të bëjt biznes dhe kjo tregon shumë sepse parin këtë lloj suksesi, sepse ke pikërisht këtë lloj qasje. Unë mbarova me pyetjet, nuk e di nëse ti ke më ndonjë pyetje apo nëse do t'i lëm të gjitha pastaj t'i zhvillojmë gjatë konferencës së Berlinit. Ne mund, patjetër që do të kemi shumë materiale të unike në fakt që do t'i flasim dhe do t'i trajtojmë atje. Për fat mirë, gjithë pjesëmarrësit janë një nga pjesëmarrësit është një nga mentorët e mi që ka qenë gjatë kohës. Pjesëmarrësit janë njerëz me shumë vlera. U di që ti këtë nuk e di dhe nuk ta kam thënë, por do doja vetëm të pyes se a ka vende të lira, sepse më kanë shkruar shumë njerëz që duan të jenë pjesë e konferencës dhe a ka mundësi që çdo njeri të merr pjesë aty? Po, atëherë ne kemi vende të lira tashmë, jemi normalisht duke shkuar afër ditëve finale, po unë kam vendosur dhe link këtu edhe mund të shkojnë edhe në event.bna.al. Mund të marrë pjesë çdo profesionist, sipërmarrës, çdo njeri që po kërkon mundësi të reja, çdo njeri që po kërkon të krijojë kontakte, çdo njeri që po kërkon klient apo investitor, dhe mbi të gjitha, çdo njeri që po kërkon njerëz si ti, të cilët janë të gatshëm të japin diçka edhe pa një fitim monetar. Pra të gjithë personat aty kanë një energji e cila nuk është vetëm të gjenerojnë, por është të bashkë krijojnë. Edhe çdo njeri që ndjen veten që mund bëhet pjesë e këtij rrethi, është padyshim i mirëpritur edhe mund të rezervoj biletën menjëherë. Patjetër, shumë kam dhe disa të tjera këtu, t'i lexojmë edhe këto të fundit, që meqense janë shkruar. Atëherë një frymëzim dhe mbështetje në rrugtimin sapo kam nisur. Amazing, Anisa është një frymëzuese jashtëzakonshme. Unë kur e kam takuar ditën e parë ka një energji shumë të mirë. Pyetja është si bën network Anisa? Shumë interesante kjo pyetje. Si bëj network Anisa pikërisht në këtë mënyrë. Hajdini në konferenca të tilla. Aty krijohen networket. Dgjoj, unë mendoj se një njeri që mendon se të paguajë një bilet dhe të shkojë në një konferencë i duket too much, i duket shumë, i duket një investim i panevojshëm. Atëherë më vjen shumë keq që nuk do të investosh në veten tënde, sepse në evente të këtilla njeriu krijon kontakte, rrjete, patjetër që do investosh diçka për të marrë diçka. Asnjë kontakt në jetën tonë nuk është i kot. Mund një kontakt ta kesh njoftuar përpara 10 vjetësh dhe pasi të kesh krijuar një lloj biznesi, një lloj gjëje, një lloj nuk e di çfarë, do të duhet pikërisht ai kontakt. Do me thënë,
Ne njerëzit jemi bërë për të komplimentuar njëri tjetrin dhe për të folur, për të komunikuar, për të diskutuar, për të mësuar nga të tjerët. Pikërisht në këto evente, ne e marrim atë mjaltin, domethënë të diturisë, të eksperiencave të tjerëve. Enisa, tani do na e tregosh emrin e mentorit apo do ta lëm surprizë ditën e konferencës? Surprizë le të jetë. Surprizë do të jetë, okay. Unë jam shumë kurioz edhe vetë personalisht, nuk e di të drejtën, ishte surprizë edhe për mua, po we'll see, do ta zbulojmë ditën. Atëherë, fakti që unë thash se do doja që të ndihmoja çdo young entrepreneur dhe biznesmen të rinj, sipërmarrës të rinj në konferencën që do të jenë aty, është fakti që mua më kanë ndihmuar dhe më kanë mentoruar në fakt njerëz shumë të suksesshëm, njerëz që emra shumë të mëdhenj, që por dhe një gjë do ta theksoj. Asnjë njeriu nuk mund t'i japësh diçka pa pasur dëshirën për ta marrë dhe për ta pranuar. Domethënë, mund të marrësh diçka me zor, por nuk mund të japësh me zor. Dhe të gjithë të rinjt duhet ta kenë me patjetër në mendje se ata duhet ta kenë dëshirën për të mësuar diçka të re, për të pranuar këshilla, për të marrë. Jo çdo këshill do të thotë se është e rregullt, është bën pjesë për ty. Ti do ta marrësh çdo fjalë, çdo këshill, do ta përpunosh dhe do ta pozicionosh aty ku mendon se ka nevojë. Unë kam mësuar nga njerëz shumë të mëdhej dhe me ato mësime në situata të ndryshme i kam implementuar dhe më kanë dalë për mirë. Shumë faleminderit, edhe në fakt edhe unë do ta thoja që çdo gjë duhet nis duke kërkuar ndihmë, se nuk mund të jepet ndihmë aty ku nuk kërkohet. Absolutisht. Në momentin që nuk ka një kërkesë, nuk mund t'i ofrohet asgjë askujt. Komunikimi dhe balansi janë çelësi i çdo biznesi të suksesshëm, lidhjeje të suksesshme, komunikimi të suksesshëm, qartësia. Unë mezi po pres të takoj në Berlin. Mezi po pres të përshëndetemi, të diskutojmë, të flasim gjëra dhe më të mëdha se thjesht një konferencë që ne do të organizojmë, sepse vizioni jot është i jashtëzakonshëm edhe janë pikërisht këta njerëz që përfaqësojnë Shqipërinë ndenjësisht dhe e fundit kjo, je një ambasadore e shkëlqyer e gjithë shqiptarëve kudo ndodhen. Mos e haro asnjë gjë dhe kjo do bën shumë unike dhe të veçantë. Gjithashtu Hudi, të falenderoj shumë. Gjithashtu, krenare për sipërmarrës të rinj, si puna jote, imja dhe shumë të tjerëve, që çdo ditë më shumë rritemi dhe prezantojmë atë kombin ton kudo që shkojmë. Jemi lider. Faleminderit. Shihemi së shpejti 27. Ditë mbar. Bye bye. Pafshim. Okej, për ta përmbyllur ishim me Enisën, e cila do të jetë pjesë e konferencës së Berlinit. Nëse keni një biznes që mendoni që mund bashkëpunoni me Enisën, ashtu si Enisa e cilësoj, është shumë e hapur për të bashkëpunuar, për të ofruar ndihmë, konsulencë apo normalisht edhe kontakte të cilat mund të bëjnë juve të zhvilloheni në bizneset që ju po operoni. Ne kemi vendin datë 27 qershor, bileta kushton 149 euro, ku ka të përfshirë akses në 4 sallat, përfshirë këtu dhe sallën e networking, ku do mund të takojnë me sipërmarrës të tjerë, përfshin këtu akses në platformën tonë digjitale ku mund të komunikoni me Enisën dhe me shumë sipërmarrës të tjerë të suksesshëm, dhe gjithashtu të keni mundësinë që të merrni dhe këshilla nga këta persona. Janë 3 pushimet e kafes edhe dreka gjatë konferencës dhe mbi të gjitha një shorte ku do të përfitoni 3 muaj mentorim nga disa mentorë që ne kemi pjesë të komunitetit tonë. 149 euro është një investim që ka një kthim shumë të shpejt, një nga kontaktet që merr, e dyta nga klientët që ti mund të gjenerosh në këtë event, dhe mbi të gjitha nga bashkëpunëtorët të cilët mund të lidhen me biznesin tënd. Ne do të kemi mbi 250 pjesëmarrës, do të kemi mbi 23 folës në të gjitha panelet që ne kemi, dhe kemi mbi 14 kompani që mund të them me plot bindje janë kompani lider në sektorët e vet, të cilët na kanë besuar dhe janë bashkuar në këtë mision që për ne është shumë fisnik dhe është një mision që ne e vlerësojmë dhe bëjmë çdo ditë me shumë dëshirë
dhe me shumë krenari. Kështu që nëse je startup dhe po kërkon investitor, nëse je një biznes i vogël dhe po kërkon të rritë shitjet, nëse je një investitor dhe do të kontribuosh në ekosistemin shqiptar, dhe nëse je një profesionist që po kërkon mundësi të reja, të gjitha rrugët të çojnë drejt konferencës së Berlinit ose drejt platformës digjitale të Business Network Albania. Na gjeni në Instagram, këtu ku jemi duke biseduar, na gjeni në website bna.al dhe gjithashtu në event.bna.al ku mund të rezervoni edhe biletën për datë 27. Personalisht pres me padurim të takoj të gjithë ju dhe jam shumë i privilegjuar dhe krenar që do të kemi së bashku një ditë jashtëzakonshme në Berlin dhe me shumë emocion. Kozjata e konferencës është 9 orë, ku 4 orë janë të dedikuara drejt rrjedhëzimit, networking, për të takuar grupe të ndryshme sipërmarrësish, ku është normalisht një strukturë interesante se si zhvillohet ky network, gjithë secili ka mundësinë të takojë personat që janë në atë sallë, dhe pjesa tjetër pastaj janë panelet dhe sesionet informuese, të cilat janë pak më të përqendruara në edukim, në shpërndarje dijesh, edhe mbi të gjitha dhe në ndarjen e suksesit, pra persona shumë suksesshëm që po na bashkohen në këtë konferencë. Siç e thash, kemi 23 folës, të cilët kanë krijuar sipërmarrje shumë të suksesshme, shumë të mëdha, dhe janë duke na përfaqësuar denjësisht në industri të ndryshme, jo vetëm në Gjermani, por kemi dhe persona që po udhtojnë nga Zvicra, Mbretëria e Bashkuar, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Pra kemi një audiencë shumë gjerë dhe mund të them që është një bashkim shqiptarësh nga gjithë Europa, ku synimi është bashkëpunimi, po mbi të gjitha pse jo edhe të bëhemi së bashku për të krijuar një frymë të re dhe bashkëpunuese. Ju përshëndes gjithëve, pres t'u shoh në Berlin sa më shumë prej jush dhe dëgjojmë së shpejti me bisedën tjetër të radhës, e cila do të jetë në ditët në vazhdim, ku do të përmendim gjithashtu kompanitë tjera që po na mbështesin dhe folës të rinj apo folës të cilët janë tashmë të konfirmuar, të cilët do të bëjnë pjesë e konferencës. Ju përshëndes gjithëve dhe ditë mbarë.